Mirëmbrëma shikues të emisionit Këshia Show Misafat, në emisionin tuaj dhe tonin Këshia Show. Faleminderit publikut që e kemi prezant, por faleminderit edhe këngëtarit tonë të mrekullueshëm që sonte ka orë ekskluzivisht nga Gjermania, është Liridan Ramoni bashkë me Metin. Do artërgjitje për ta. Kanë orë për juve. Faleminderit edhe sponsorëve që mundësojnë realizimin e këtij emisioni dhe na sjellin çdo javë. Është Europaleta me pronor i Viziosenit që tashmë ka filluar me prodhimin e paletave. Gjithë ju që dëni me përësit paleta me standarde europiane dhe keni me eksportu mall jashtë, i bëjmë me dije që ajo ka filluar prodhimin e Europaleta dhe mundi më larmu tek pronori i Viziosenit. Është Azteki, kur bëhet fjalë për klima ideale, Azteki është emër që ju garanton cilësi, përndryshe Azteki është përfaqësuesi i klimave të njëjtë nga Japonia, por normalisht ka edhe klima tjera siç janë Bruno, Midea dhe të gjithë llojet e klimave. Gjithë ju që dani me ditë se ku gjendet Azteki, gjendet me lokale fizikisht në Prishtinë, Lipjan dhe Shtime. Do artëgjitje për Azteki. Faleminderit shumë. Shikues të dashur, sonte kemi një mysafire speciale. Ajo është njëri që merret me bamirësi dhe së fundmi ka hop edhe fondacionin e saj që quhet Heroinja e Mirësisë. E ne sonte kemi ekskluzivisht me neve sonte Shkurta Haxhiu e mi presim me dorë të gjithë. Ma shumë. Në shumë bisele. Faleminderit. Tanë herë dorë të gjithë për Shkurtë ta lirojmë pa. Shkurt, faleminderit shumë që erdhe në këtë kohë Ramazanit se po besoj që ti agjeron. Po. Faleminderit shumë që erdhe. Faleminderit shumë edhe për juve që na keni ftuar, jemi pjesë e emisionit juve dhe për mua është shumë kënaqësi të jem mysafire në emisionin juaj. Faleminderit shumë. Mbështetësi të Këshia, Shlirë. Përndryshe thash edhe në prezantim që je, domethënë e ke hap tash edhe fondacionin Heroinja e Mirësisë edhe ti je kryetare, besa je edhe vetë antare nëse s'gaboj, apo përfaqësuese. Po, edhe disa antarë që marr me veti. Po, ma vonë, a? Ma vonë. Që shfillova me umor me këtë punë Shkurtë, se e di që të kam vetë për shumë intervista, po... Sa të re, unë e kom shpiku në për shumë televizione që piknisja ka fillu prej Andrës, se unë e kom pas një sprovë të ronë moshën 23 vjeç, dhe më ka zgat dikon një vjetë e 4 muj. Çka ke pas Shkurtë, se e di që e ke shpiku, po se ke publikit? Është shumë histori e gjatë, unë nuk kisha dashur një detaj, se më andej edhe historia dele mangët. Po, ke qenë smur për në smundje? Jo, ka qenë e caktuar për dikoj tjetër. Domethënë ka bo, që më thonë, për një ushqime, jam helmu, edhe një vjetë e 4 muj. S'ku mujtë mu qumë. Ata ka po dikush me të kast? Nuk më e di qëllimin, ajo mendoj që vetëm Zoti është dëshmitar i punëve dhe veprave tona, dhe vetëm Zoti është ai që i den fshehtësi që njerëzit i bojnë gjatë jetës tonë. E mandej për që aty të ke shku në... Ka qenë ajo ëndra, domethënë që kam shpjeguar në për shumë televizione se është shumë e gjatë dhe nuk po du me hub kohë më mirë me pjesën e ëndrës, mirë po unë edhe vllavin e kam me nevoja të veçanta. Tash 30 vite domethënë ndodhet në karrocë, është me sëmundjen paraliza celobrare. Edhe kjo është një prej arsyeve, sepse na si familje jemi keq shfryzuar dikon nga 4 shoqata, edhe kjo ka qenë një prej arsyeve pse unë kom nis rrugtimin tim me humanizëm, sepse bëhet fjalë për vllavin tim. E çka në fakt Shkurtë dish ta më ndërprej këtu, çka jeni ke trajtuar ju nga shoqata se kom po shpeshherë që e thu domethënë? Po kanë dhënë premtime për me çu në Itali dhe premtimi që është dhënë para 9 viteve, domethënë nuk është majt. Ka qenë premtim i rrejshëm që është dhënë në për media, edhe premtimi që është dhënë nuk është mbajt. E përmend dikun edhe nëse s'gaboj një person vep që ju ka premtuar kështu? Unë nuk du me cek emrin e tij, se cilës lamin ta kanë, politikës, artit, muzikës? Muzikës? Po, muzikës i takon, po unë s'du me përmend se e kom... Edhe mirët me bamirësi, a? Po, unë e kom nisë rrugtimin tim edhe gjona që i përkasin të kaluarës, du me mbet në të kaluarën, unë du me shfrytzu të tashmen, pa e hup mundësin për të ardhmen. Kështu që e kom nisë rrugtimin tim edhe dëshiroj të ndërtoj pa pengesa, pa u merr me të kaluarën, edhe mos me dëmtu rrugtimin tim që e kom nisë. Nëse s'gaboj dikun në për intervista ke thonë që 17 vjet vllai juaj nuk ka dalë prej shtëpisë, apo? Po, për herë të parë kom qenë personi i parë që kom nxjerr prej shtëpisë. Qure, sa deri në Kosovë janë mbi 100.000 me nevoja të veçanta. Ka shumë prindër që janë shumë të mirë, që i përkrajnë domethënë fëmijët e tyre, mirë po ka edhe prind ndoshta që është shumë i mirë, mirë po e ka pak atë mentalitetin që fëmiun kur e ka me një sëmundje të tillë, nuk ka dëshirë me pa të tjerët. Se ndoshta edhe gjendjen emocionale mund me pas shumë ndihshme, edhe mi thon dikush për shembull e ki vajzën apo djalin të sëmur, ndoshta mund të më kon i dopt emocionalisht edhe mos me mujt mi përballu komenteve të ndryshme në rrethin që jepen. Sepse ka shumë njerëz që nuk janë të vetëdijshëm se çush me trajtu një person që është domethënë me nevoja të veçanta dhe gjithmonë çka do të shohin etiketojnë direkt me emër se ky është i sëmur.
E ka dhe familjarë që ndoshta komenteve të tilla për rreth që jepen, nuk mujnë mi përballu, edhe emocionalisht do më thonë dopsohen edhe mandej i mbajnë mbyllën. Kështu që të na familje, ka qenë pak edhe ajo mentaliteti i nanës që jo se ky, do më thonë gjendjen që ka, mos pe shojnë, mos pe ofendojnë, mos pe thojnë diçka, pavarësisht dashninë dhe respektin e madh që ka ndaj vllavit, ndaj djalit tina, po realisht do më thonë nuk ka qenë emocionalisht e fortë për mi përballu komenteve të ndryshme në rrethin. Kështu që unë kom qenë njeriu i parë në familje që kom nxjerrë vllavin në shtëpi. Pas 17 vite kur e qite? Prej asoj dite kur e kom nxjerrë, do më thonë e kom qenë në ETC në market, se vllavi lanxhet i don shumë, po dhe ka dëshirë gjanat adin mi përzgjedh me vetë dëshirën e tina. Une gjithmonë e kom trajtu drejtsin, tu e vendos gishtin tru dhe dorën zemër. Sepse gjithçka që ka matët në emër të shpirtit, besoj që edhe drejtësia merë drejtimin e dur. Do me thonë, da drejtësia më njërë drejt. Kështu që unë gjithmonë dhe nështë edhe kërëm kune vogël nuk kom ditë mirë me kuptu vllavin, po gjithmonë jom nisë me atë menime si kur tisha unë në venin e vllavit, çfarë ndjesie kishte me qenë me qëndrum brenda 4 mureve, do me thonë, mës me shku për shembull në shkollë. E çka tha aja vazhdon tash me dot? Intensiv. Unë gati çdo ditë merrem intensiv me vllavin edhe prej asoj dite që kom qenë në market, mandej kemi filluar me dalë nëpër restorante, nëpër hotele të ndryshme. A ki sonte me vete aju? Jo, se aje ka zakonisht gjendjen pak ndryshueshme, ma shumë i dën udhëtimet, po është pak edhe tipi ndihshëm nëpër emisione. Po të karo se ke përmend edhe nëpër emisione që të karo me bashkëtu me ta, domethënë me. Jo, ka qenë një vajzë me nevoja të veçanta. Ajo ka qenë Sabina, sepse kemi pas edhe intervista ndryshme me Sabinën, mirë po ajo tash nëse s'gaboj është jashtë vendit, ka jetu e vetme, është 50 vjeçare për momentin, unë dikon 17 ditë kom bashkëtu me ta, sepse ka qenë e vetme. E unë edhe në këtë pjesë, ndoshta që kom bashkëtu 17 ditë, e kom kriju një provojë këgjat madhe, se në këtë fushë veprimtari nuk mësohen gjanat përmes shkrimit, përmes leximit. To gjanat mësohen si në këtë rast tonë që më ka ndodhur mu personalisht rasti, po edhe vllavit, po edhe rastet e tjera jashtë shtëpisë. E kështu që edhe aty kom marrë një provojë shumë të madhe, për shembull kur kom bashkëtu me ta, ndoshta pej frigës të madhe që ka jetu vet, ka ndodhur për shembull hamburgerat e 3 ditëshit, 4 ditëshit i ka marrë dhe i ka hongër. Dhe kom thonë që mos ushe me këtë lloj ushqimi se sa të kam unë jetë edhe shëndet, unë do të kujdesem për ty, edhe çfarë do të shoh, çfarë do të marroj ushqim për mua, do të marroj edhe për ty. Se ajo ka pas katin e tretë, domethënë në banesën, këtu në Prishtinë Dardani, edhe nuk ka pas banesa lift. E shkaku që nuk ka pas banesa lift edhe ka jetu vet, e ka pas probleme edhe me përgatit ushqim, po ka pas probleme edhe me angazhu dikën me shku mja ble ushqimin edhe me asjell. Kështu që unë të e pas parasysh ajo ka jetu e vetme, i kom thonë që deri vjen koha e fejesës martesës, qoftë unë apo ti, cila do që na vjen kismeti më herët, atëherë unë do të përkujdesem për ty. E kështu që e kom pa, domethënë sa ka pas frikë të madhe, domethënë me përgatit për shembull ushqimin, ka pas frikë a ja bën dikush ushqimin apo s'ja bën. Kur u shkon pyetjet për shembull te pjesa e pastërimit, një vjet ka qenë e pa pastrume. Se s'ka pas përkujdes prej familjes. Po shkurt kush? S'ka pas. Po, ndeshta mund të bëj kush financon ty kështu si heroina mirësisë. Unë po ta tregoj pak a shumë rrugtimin se ç'shkom nis. Unë 4 vjet e 4 muaj nuk kom pas përkraje prej askujt. Se unë jam me profesion jam artiste. E di që je piktura? Po, grafiste dhe piktore. A vazhdon me pikturu? I ka 2 vite që për shkak angazhimit në pjesën e humanizmit u tentu me qelë rrugë. Nuk ka mundësi më merr me pjesën e artit, mirë po me qenë se unë personalisht nuk po muj me plotësu si artiste me pikturu, unë bëj edhe aktivitete kulturore për persona me nevoja të veçanta në komuna të ndryshme. Kështu që prapë në një farë forme nuk jam e shkruar te financimi shkurtë. Kush ju financon? Te financimi pas 4 vjet e 4 muaj që tregova se unë kom shit piktura, edhe pe pikturave ju kom pagu dreka darka, dhurata të vogla simbolike. Sepse na gjithë e dina që arti nuk është i përkrahur shumë në Kosovë edhe mundësia jam si piknisje, domethënë ka qenë financimi pej anës profesionale temës. E pas 4 vite, 4 muaj, për herë të parë mu ka bashkangjitën Femia Gani, Besnik Ramadani, ka një shoqatë në Norvegji, është shoqatë për persona me nevoja të veçanta, edhe me vite të tëra, të paktën 7 kontingjenta gjithmonë i ka pru këto në Kosovë, me vlera gjysmë milionëshe. Po që po ta lisite, rrugtimin dal ka dal, po tregoj që pas 4 vite, 4 muaj, i pari ka qenë domethënë shoqata Femia Gani, drejtori Besnik Ramadani, pastaj kanë filluar kompani të ndryshme, shoqata të ndryshme, një ndërta është edhe Halil Kastrati, që mi ka dhuru 3 donacione. Çka ka dhuru konkretisht? Karroca, shëndetore, baterica, se une piknisjen e kom nis mas pari për pajisjeve mjekësore.
E kështu që pas Halilit kam vazhdu dhe bizniset të ndryshme. Një ndër ta për momentin është një biznes që merret me ndërtimtari, kompania Edibau ING SHPK. Është kompania ndërtimtarisë që merret me interier. Lirisht mund me thonë që është një ndër kompani që është shtyll për neve për fondacionin tonë, sepse në çdo aktivitet neve na ka përkrah dhe vazhdon në mënyrë pa ndërprerje më na përkrah. Plus edhe projektin të ardhmën që pritet. Unë më ndërprej shkurta çush jeton, që ti po do më dal, me çka? Unë 5 vite gjysmë mënyrë pa ndërprerje, domethënë pa rrugë. Kom punu, kom jetu pe i profesionit tem. Tash? Tash, ka rase që maloj na i bakshish. Ende kom vështërsi, mirë po besoj që gjatë rrugtimit, besoj që të A ka pas për shembull ndaj politikan që ka shprehë interes e më ndihmu? Jo. Me politikanin jure, asnjëherë? Jo, asnjëherë. Mu personalisht jo. Jo. As fondacionit? Jo, unë i kam 600 antar, i kam jo vetëm brenda Kosovës, i kam edhe jashtë Kosovës, sepse unë mbaj aktivitetet e jashtë Kosovës, se brenda djove pritet më majt edhe një aktivitet tjetër me arzanate që do të mbahet këtu në Tetov. Po për shembull prej qeverisë më shkruaj dikush që i keni rënë sy se ti del shpesh në për intervista të njohin gjithë. Për shembull më thonë që çet aktivitet na ju përkrah me javë me na shpenzimin ose diçka. S'ka pos? Jo. Unë në Ministritë Kulturës të pas parasysh që jam artiste, i ka 5 vite që kom apliku dhe 5 vite rregullisht jam refuzu. Vetëm një projekt 2300 euro jam përkrah, domethënë brenda 6 viteve. Sepse unë jam artiste, domethënë jam specializume, kompletume në këtë pjesë, mirë po refuzimet i kom pas mënyrë pa ndërprerje. Në jetën private e shkurtë e martune? Jo, nuk jam as e martume. Se kom po që i ke dhënë të deklarata sene për çka nëse hipotetikisht për morë me shembull nëse realisht ishe dashuru dhe ti në një person me aftësi të veçanta? Unë asnjëherë nuk muj me thonë kur mos thuj kur. Se unë ndoshta edhe në të ardhmen muj më martu me një person që nuk ka asnjë problem shëndetësor, mirë po mund me ndodh një aksident edhe mund me mbet në karrocë, mirë po unë me qëtë ndërgjegjen teme, në ndërsinë teme, me qëtë besimin që unë e kam Zot, nuk besoj kur që kom e lon. Nuk ishe prish? Jo, s'ka shanca. Se këtu janë sprova prej. Këtu janë sprova prej Zotit, edhe unë përmes rrugtimit tem e kom kuptu që sprovat vinë edhe qushet ndoshta shtondosh e mirë, pas 36 viteve, apo pas 40 vjetë mund është raptap me metë në karrocë, pa të ndodh asnjë aksident, domethënë vetëm caktim prej Zotit. E kështu që na edhe pse na komtona në asnjëherë jeta nuk na premton që kena me kon të pathyeshëm, edhe që kena me kon gjithmonë shëndosh e mirë. Ti beson shumë në Zot edhe nëse zgaboj e ke thonë dikun në për intervista, nëse e kam qartë që mund është me taku Zotin? Jo, e kam prej të RTV Dugagjini, e kam prej komplet intervistën e plot. Kur ma kam bu pyetjen pse e bën këtë punë, e kam cek edhe njëna prej arsyeve është domethënë pse besojnë Zot edhe besojnë shpërblimin e Zotit në botën e ahiretit. Sa ata që janë besimtarë besojnë edhe botën e ahiretit, kështu që kjo veprimtari që unë e bëj, nëse punon drejt, hakikat me mirë me shpirt, besoj që është një mundësi më e lehtë për me marrë një shpërblim të madh të Zotit. Po çka për marrë për shembull një pyetje hipotetike, nëse ti do të takoje Zotin në botën tjetër, çka i kishe thonë? Cilin fjalë kishe thonë spore? Unë mas shumë të i kisha dosh me falendëru për udhëzimin që ma ka dhonë, sepse ti jesh i udhëzuar do të thëtë ti jesh shumë e fatë. E udhëzimi do më thonë me qenë i udhëzum në fenë, me qenë i udhëzum do më thonë me besim, me qenë e palë kundur. Sepse ata që besojnë në Zot do të me qenë palë kundur, sepse besimi është ajo, do më thonë që të mbëron prej sfidave, prej sprovave të ndryshme që na i përjetojnë gjatë rrugtimit. Kështu që unë Zotin kisha me falendëru ma shumë për udhëzimin edhe për ëndrrat që ma ka dërgu për mu merë me këtë kategori që për mu personalisht janë angel. Sonte jemi pak para iftarit, jemi në pritje të iftarit, dhe me thonë, a ke pregatit diçka se une? Unë i ku marrë edhe antarët e mi, disa, se realisht unë kam shumë. Se gjithë mund mirë, po. Po, unë i kom marrë vetëm disa, edhe jam shumë mirë njose prej juve që na keni bërë një iftar, edhe jam shumë e lumtur që nuk na keni diskriminu, sepse ka shumë raste që ka dhe diskriminime të tilla, mirë po kjo kategori është pjesë e shoqërisë tonë edhe duhet të trajtohet të barabartë si gjithë të tjerët. Edhe jam shumë mirënjohëse prej KFC-s për iftarin, po ashtu dhe për ftesën prej teje Sadrit që sot jemi pjesë e emisionit. Shkurti, para se me ndalë emisionin edhe më pregadit gjatë iftarit, kisha pas dëshirë, sonte i kem Liridan Ramonin ka orë ekskluzivisht prej Gjermanisë bashkë për juve, me pas pse ju na i lahit mirë me që jemi në Ramazan. Ndoshta kështu mujtë edhe pjesën e spotit, nëse me ndënë herë me bo një spot për bashkët me antarët tonë. Po. Nëse shetan së shme Liridoni. Për spot, nëse me ndonë me bo na diçka,
shkurta për shpreh në lidhje interesim me me antarë. pjesën e humanizmit. Faleminderit shumë edhe ju që keni gjetë kohë edhe ju përgëzoj për zërin e mrekullueshëm edhe suksese. Faleminderit, s'kena për Liridunit. Mujnë mëshirës ma falë çdo gjyna, ti më mjafton mua i dashuri Allah. Vizitoj miqtri, vizitoj miq vjetër, ndoshta s'jemi bashk Ramazanin tjetër. Djedhinin në përshëndet, çdo ditë kësi faljen, nuk janë ditë që kalojmë, jemi në që çdo ditë shkojmë. Nëse s'mundesh me ba mirë, mos bon se ke vështirë, fjalë ma t'mira le t'i themi, se sot jemi e nesër s'jemi. Mujnë e mëshirës ma falë çdo gjyna, ti më mjafton muaj dashuri Allah. Vizitoj miqtri, vizitoj miq vjetër, ndoshta s'jemi bashk Ramazanin tjetër. Mujnë mëshirës ma falë çdo gjyna, ti më mjafton mua i dashuri Allah. Vizitoj miqtri, vizitoj miq vjetër, ndoshta s'jemi bashk Ramazanin tjetër. Mos ja mbyll jetimi derën, mos ja thaj jetës pran verën, kush e vret një zemër sot, nesërve do qaj me lot. Mos ja fën jetës keqen, veprat tua to i kërkoj, këtë muaj mëshirës busqeshën ti afar. Mujnë mëshirës ma falë çdo gjyna, ti më mjafton mua i dashuri Allah. Vizitoj miqtri, vizitoj miq vjetër, ndoshta s'jemi bashk Ramazanin tjetër. Mujnë mëshirës ma falë çdo gjyna, ti më mjafton mua i dashuri Allah. Vizitoj miqtri, vizitoj miq vjetër, ndoshta s'jemi bashk Ramazanin tjetër. Bravo. Faleminderit shumë Liridon Ramonit, shkurt e përmendit Liridonit gjatë kongës ti, gjatë ilahijës, jetimin. Nëse s'ka bëjti dikun ke thonë që une
kam dëshirë me u martu me një jetim. Pse? Me qenë se unë jam pjesë e humanizmit edhe shpirti humanizmit, mendojnë që në të ardhmen nëse Zoti ma qëni na fakën, do më thonë që nuk e ka pas mundësin me i dhuru dashni i prindi, unë ndoshta prind s'po mi bu asnjë herë, mirë po në pjesën e fatit, ndoshta 1% caktuar, ndoshta kisha mujt me plotsu. Kështu që unë kom qef këtë jeta mu hargju me pjesën e humanizmit, edhe kom dëshirë gjymtyrët e mi mi angazhu me punë dhe vepra të mira, kështu që unë mendoj që është një gjest i mirë, kështu që nëse ma mëson Zoti, kisha pas dëshirë. A ndërbejmë emisionin që jemi pak minuta para iftorit edhe përgatitemi bashkë, iftojmë sonte ti thoi ke orë edhe me ata bashkë. Po, edhe me antarët e fondacionit. Sonte kena me po bashkë iftorin nëse është kismet. Po. Edhe iftojmë ndërpresim emisionin për pak edhe iftojmë apo? Po. Jemi këmi bashkë me persona me asit veçanta bashkë me Shkurta Haxhiun. Në pasau bashkan gjitë dhe Afërdita. Afërdita Haxhiun dhe e kam shu që mëne. Ha unë shështu ajo? Po më rëgjë që pej katërve me nëzirë gjithashtë i më rinë. Më rinë, e vë. Ta është edhe pak s'ka mbet edhe vjen iftore, ja? Dhe so? 8 minuta, no. Edhe 8 minuta, ha? Qështu mëjtë. Po. Na para iftorit bujna me full në fjallë të mirë, ha? Deli dënë? Apo na e kënë në zonën para iftorit? Po. Ushqim pas ka përket, e falenderoj shumë KFC-ën që sonte e ka sill këtë ushqim për personat me aftësi të veçanta, vërtet e ka bën derë, por edhe po besoj që ka fituar një sevap të madh. Falenderoj shumë Fatmir Zemberit pranorit që Faleminderit shumë për ushqimin, Zoti ja shtoft. Urojmë të bashkangjitë gjithmonë tyje. Amin inshallah, dhe Zoti çdo kontribut është i mirësor. Bëjmë ftesa një thirrje Fatmir Zemberit që sa ka Shkurta Haxhiun, bashkë me personat me aftësi të veçanta kësi iniciativa me përkro. Pse ju? Faleminderit shumë. Sikur sonte. Po, faleminderit shumë. Shkurta, po mendon që bamirësia në një farfur me pa dosh me ofendu askënd, disa persona e kanë qëndruar në biznes. Unë mendoj që ka, mirë po inspektoriatit ndoshta duhet mu angazhu pak më shumë, edhe mi kontrollu këtu farë shoqata që njëtin edhe amanetin që e dhojnë qytetarët, apo qojnë vendin e duhur. Sepse besoj që ka dhe të tillë që nuk e qojnë aty ku duhet. Sepse me të vërtetë edhe unë jam me pajtime që ka shumë shoqata që kanë shëndruar në biznes, edhe në hima shumë për qëllime personale, që nuk e kam për shembull një provoj siguron që kam familjare. Edhe besoj që inspektoriati i shtetit do të më angazhu pak më shumë me i kontrollu, se shkaku i shoqatave ose fondacioneve që pikërisht përdorin, ka herë edhe na që po jemi shoqata që punojmë drejt, punojmë hakikat me mish me shpirt, edhe shkaku që tjerë do më thoni përlyjnë edhe i lojnë njolla, mandej edhe na që jemi drejt, e të punu drejt, nuk e kemi mundësin me dalë në pa që me mujtë me kontribu dhe njëtin amanetin me që vendin e duhur. A bën për publikun me na shpjegu kush janë, si quhen, nga vijnë, këta që janë sonte këto. Po fillojna me se shkish ma problemi. Muhameti më tha ku e ki Alltinjen, a më tha qështu? Për këshyrë ka, këshyrë emisionet e mija? Po, Kreta? Po. Cilët ka po që ma shumë? Me dorsën, që ki që arti. Me dorsën me Alltinjen. Ka kop dojt. Dojt policia këto. Bravo. Bravo, shumë ka uka për Muhameti. E tjetër emision, cilët ka po që, drejt ka të zonë? Tjetëri emision, vëroje qëtë arti. Që ki që. Po. E aj që ka desh më vëro me Alltinj? Edhe aj po. Po. Muhameti është prej Fushkosovës. Prej Fushkosovës. So vjeç? 18. Afërdita Mović Penjumi, gjithë publiku e nje, është pikturë e mrekullueshme. E gjithanshme, jo vetëm pikturë. Po. E gjithanshme është. Edhe është shoqë edhe Mikesha jam, ja e kom posë edhe me një intervistë, edhe sonte shumë mirë që erdh. Kena me shti me knu ma vonë, se dhe edhe me knu kjo. Të qirë me kom. Të qirë me kom. Përparimi është prej vitis. Prej konkretisht fshatit? Fshatit Slatin. Dhe më thonë nga avione, përparimi është bashkëvendase jemi. Po. Përparim? Edhe jemi fushie dhe kumor të fushie, përparim në Birtone. Faleminderit shumë përparim që ka orë sonte. Edhe për mundësinë që na keni dhënën, edhe faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Tjetri me syza? Orbri, Orbri është prej vitis. Orbri nëse s'ka bëj e ka durën në ndu, ha? Veç pak, nuk ka shumë. Nuk ka shumë. Habibja, edhe kjo është prej vitis. Habibi, cilit ka tonë? Bash viti qytet, ha?
Si e ka të nolë, siguron, a? Nuk e ka të nolë, si na, jo. Habibja e ka një energji shumë të mirë, se zakonisht në çdo aktivitete unë e ftoj çdo herë, se është shumë pozitive, është shumë e dashne, dhuron shumë përqafime. Shumë. Është shumë e sinqertë edhe nuk priton asnjëherë. Po, edhe ishin energji krejt më në burë? Po. Tankun, po falqin, po... Sa deri unë për veti, sa herë jam ofër këtyne, unë e llogaris që jam ofër familjes teme, mbi gjitha unë isha sikur enjoy, se janë shumë pa djallëzum. Se të kështu në realitet, për shembull njëri, njëtën e përditshme, për shembull na nëse s'kemi një problem shëndetësor, djallëzo ma kallaj, se kemi punë me gjithkani, ndërsa këta nuk kanë edhe mundësi dhe me dosh mu djallëzu, nuk mu djallëzu. Se Zoti i ka lënë të veçantë edhe për mu janë enjoy. Shumë e vërtet. Se për shembull edhe Muhamedit, për shembull, ta shka të që kanë zamër e thujnë. Unë edhe kërë më shku të Muhamedi për mja dërgu një karocë, po, realisht, besom Zot, asni përqen nuk ka ditë mua anku në asni aspekt. Do shta mundësin 50 herë e ka pos, vështërsit i ka pos, në shta shumë atërona së sana, edhe kjo u kona i që u dosh mua anku, po realisht, asni përqen nuk ka ditë mua anku. Dhe më thonë si më shku të kë, për herë parë në shpe, më njëherë nga ka prit me busqeshe, nga ka përqafu, s'ka ditë mua anku për kur gjo, nga ka respektu. Edhe sot kur i kom thonë për iftar, me njëherë më nëzis ka prit me pranu ftesën edhe më ka thonë shkurt a jetë orë më na marrën, edhe më njëherë u bogati. A keni, po t'i vesh me kështu, a ka naj kërkes këta për shembull përveç ti, a ka naj kërkes për shembull për qeverin, për politikan që më ndihmu me do ndim, ata vetë me Muhamedit, a cilë me vetë, afërditën. Që për afërditën për vesh, se ke ma shuqe. Unë vesh ju i thonë edhe atyne, jam me një kërkes edhe një lutje që dhe të hecin, mos rrinë me politiku, mos bujnë politika, mos bujnë sana, po dhe të vazhdojnë për para. Se shembull që i kam me shku jashtë vendit, nuk unë kam, halas nuk kam bu kur gjë, unë kam ndim për me shku për shkërem. Plus të ashti, prej 375-ve më kanë qitë 100 euro pensionin. Të kanë zogju të më dhe? Më kanë hijek pensionin. Edhe vlovit tamja kanë zogju. Pse ashtu? Ku i dione pse? Që qeveria këtë olja? Qeveria po. Unë para 2 jave që ne kanë dhuru një kombi, Lirdon Bakiu prej Pejës. Atë kombi do ta shfrytëzojmë për ndihma dhe për aktivitete që i mojmë në përvende ndryshme. 1100 euro kum pagu dogan. Edhe që ato mjete kanë qenë nga donatorët. Mirë po, unë mendoj që shoqatave i vështërsohet rrugtimi i tyre për me kontribu, sidomos për këtë komunitet, nëse na qesin dogane dhe neve. E realisht një vete gjysë, do më thonë tash është bu edhe shoqatat në patu. Jo, me qitë dogana sana. Po. E qka keni naj mesazh mirë para iftarit, a vërdit? Mos si që jim... Po? Si që të vull për politikat, faktikisht, kur po shkoa zgjedhje, edhe neve për në kërkujnë votën, veli tash e ka nisën edhe tash nuk pëcekum me politikës se me emër edhe shkrujnë tirin telefona, që kërkujnë votën edhe qojnë numrin se të kanë me votu. Tash ti mos si që për në kërkujnë votën të bojnë mi kompromis me ta, e atëherë, unë si cëllën herë që më kanë shkruj, më pyetëm se çka keni para po për personave të veçanta ju që për kërkoni votën tonë. Besoj që ka pas rast që s'kanë dhënë kurrë përgjigje. Mos edhe na i votojmë, letë ne përmirësojmë pak ka shumë kushtet. Nuk jemi që lipëm shumë. As nuk jemi të lipën 100% më plusu se faktikisht as shtetet më të zhvilluara nuk i kanë as ta këtë kushtet që do të për personave të veçanta. Mirë për pak të plotësohet çështja punësimit, çështja infrastrukturës, çështja shëndetësisë që janë të nevojshme për një jetë pak më dinjitetshme. Orbër, ai po të Orbër fal. Orbër, ti kina i kërkesë. Gjithashtu edhe na kam kërkesë, sigurisht, ju bëj apel, domethënë shtetit qeverisë të Republikës së Kosovës, që me kriju mundësi sa më shumë punësimit për personat me nevojë të veçanta, aty në ju përshtatet, për me punu, qatë punë që ata mund me kry. Kjo kishte me qenë. E vërtet. Kërkesa. Kush prej shkurta po besoj ti thash edhe më herët ti je agjerueshëm. A vërdit? Po. Edhe ti a? Po. Deri doni po, me ti po. Ekipa po, sa është edhe pak me pres me iftarin. Okej. Edhe sa minuta, Liridan? 5 minuta. Edhe 3 minuta? Edhe 3 minuta pëthojnë të iftarit e di. Që shpemanit, dhe me thonë, a për ki vështisi? Jo. A ke moj që so vjetë atë gjëra? 50 vjeqe. 50 vjeqe. Kur si ke prishet? Ti shkurt? Pej moshës 9 vjetë. Edhe jo veçurën për dhe vlovi, që është do më thonë me nevojat veçanta. Edhe ai agjeron? Bile me bu me thu me prish, qatë i qëllon dorë gjunë, qatë që e agjeron me bindje.
Këta tjerë? Po, Edhe të ja? Që so vjetë? unë e pi 14 vjeç. A gjëran? Apo ki vështirësi, apo mundësh? Jo, nëse e kena vendos, Zotin animal. E vërtet. Sa direkta janë ma shumë të lidhën me Zotin. Se na? Kështu që edhe Zoti i ndihmon ma shumë. Po, a? Bindjen, besimin e dashnin ndaj Zotit këta e kanë shumë atë Kush për juve për shembull e din ai duv para iftarit? A e din ai kush na i duv? A fordit? Ja, Allah vërtita s'munët. Jo, a? Veç po të kallëzoj sa vërtita u liot, se Po. ke jem kom pazar të një mund njanit. Kush e din i duv për shembull, cilën dush? Me ra shahadeta, me ra. Shkurta, din ai kush na njëon për tyve? Valla nuk e di, përparimi është shumë i aftë në këtë pjesë, edhe është shumë Përparim pa ditë diçka? Po, unë Cilën? praktikues se fejes di shumë tash Njënën prej tyve, cilën dush elhamdulillah, kulu vallahin. ajt kulu vallahin. Po, hajde. Kulu vallahu ehad, Allahu samad, lam yulid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bravo. Na po ti kush kurta sa drejt që jem atë me Zotin, por normal Allahu ata që i dani sprovon më shumë ti, na i Është e vërtetë. falenderoj që ne ka sprovu se edhe është cek në Kur'an që kur kujtë Allahu ja ka marrë dy ma dashurit, e ka pas fjalën për syt, kam ja kompenzuar me xhenet. Edhe për atë arsye falenderojmë Zotin që na ka sprovu. Mirë, po prapë e falenderoj Zotin që na ka takuar me një njerëz si shkurta që është të në kohën afër neve, na mbështet qoftë në aspektin aktiviteteve, në aspektin moral, gjithka, ka të është mundësia. Besoj që kur shkojmë në aktivitete me shkurtën, qash e krijon një atmosferë të ngrohtë, ndihmësin në familjet tona, është shumë organizative, shumë detajiste. Muj me thonë që si të implementorëve nashta e manë me edhe shijet se shka preferon në fshimë ose në pije, edhe ne ofron kur shkojmë në aktivitete. A ju bërtet këta është e shti e shkurta ju? Jo. A drejt me kalzu? Ha? Muhammed, të ka përti ty da e shkurta? Jo. A si në e Kish bëgja shinatar. A ko naj moment interesant me shkurtën që të ka përtit në e konë që i ke thonë ju, apo? Muhamedin e kemi antar të ri, Po? do më thonë është hera 3 që përre me neve, e kështu që këta i ka ma gjatë. Këta i ki? Këta i ka ma gjatë. Që ta vërtit? Po, orë? Pa që pëndërim, mësë është tema të shkurta, aktivitetet e sajna, unë jam falenderus ndaj shkurtës, se shkurtët dhe me thonë është bon iniciatore që unë mu pënsu. Dhe me thonë më koni pa punë, A, shumë mirë. kom kërku konsem, së në kom gjithë kërkon të thuja se, Ta shi punësua? me iniciativën e shkurtës, shkurta e ka bo publike një thirrje në rrjetet sociale, edhe në ofru shumë mundësi punësimi, po unë e kom zjedh ato që më ka konvenu mu. E po që e ke qitë shkurtën e se s'ka bëj, e kështë qitë... Kosi. Po, e kështë qitë diçka me përkërkan edhe për me bo një iftar Po, bashkë? po, këna kemi Pse ju mi bo thirrje me që jem para Po, kamera? kisha dash më na Për shembull, përkra që për shembull me iftar. KFC-s, Fatmir Zëmbirës së dikuj. Kush do të qohë që është, do më thonë, aktiv në punë dhe vepra të mira, si të mos muajin e Ramazanit, muajin e mëshirës, kisha dash më na përkra me iftar, sepse unë i kam 600 antar, këtë veneve të ndryshme. Do të Edhe të gjasheve gjithata- po kështu ti më qitë iftara, po? Jo, qëre, sa i përket pjesës kontributit, unë asnjëherë nuk qes numër caktum, as nga ona e antarve, as nga ona e Po çish po mjeteve. menon me, ç'i ke planifikuar ti me Qëre, bati iftar? unë me pak sen bëj një iftar. Për shembull do të me kom vlera 400 euro ose 500 euro, 20 veta, 30 veta. Do me thonë mjalon menyn për shembull ka 15 euro edhe bëj një iftar të tillë. Kështu me shumë pak sen, do me thonë unë Me sa arri veta me- ke planifikuar iftar me po? unë e këtë varë për mjeteve që i kam. Unë e ka për raste, do të thonë vitin e kalum kumbo me 60 persona, me 40, me 20, me 2, me 1. Varësisht për mjeteve që, do të thonë, donator që na... Ti është Quebec. Çka e ka po thot? U bë iftar Muhammed. Zoti ka pull, dëna për na në zonën si thon pak më herët. Deshta sa drejt me Po. me falendëru dhe për parimin edhe arpën se i kam lëbuz që Po. më gjejnë donator edhe më përkrajnë intenziv. Po, veç pas iftarit se veç u bë iftari. U. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Prish në shlirë se u bë. Allahu Me- Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Faleminderit shumë Leridan. Zoti ka pulla dhe juve se. Faleminderit shumë. Ka pullja, baba. Amen edhe ty. E pra, pëlqen Muhammed apo të pëlqen? Mira. Super. Momentin që s'ka fjalë, Po. ushqimi është shumë i shishëm. Hane. Inshallah organizojmë prapë çështë bashk. Shkurta inshallah e bëna një iftar bashk. Me kismet e Me zotit. KFC-n bashk inshallah edhe Me shumë knatësi. po. Edhe pak po xhirojmë nëse tani kam me hungër edhe ekipa janë i nushur. Janë majnë një lumë shumë. Ha? Janë? Janë. Ja, valla dhe kam mërmona të nuj. Po. Apo të pëlqen ajo? Po. Këngëtore? Këngëtore po. Mas shumë ti. E ke janë për telë. Po Metja? Po. Ë, E dojnë të se i kam të përpja shqiptit. po. Leridan, Jo që to. nëse më ke bon iftare, a ka mundësi naj ilahi, më që jem. Çka dënë ju diçka? Lumet në kush pëna vjen dhe shumë të mira pëna i bjen kush imanim pëne shton Ramazan o fatio kush imanim pëne shton Ramazan o fatio E mirë se erdhe Ramazan Ti e gëzon çdo musliman Që një vjetë madhin kaman Në akşam me baj iftar E mirë se erdhe Ramazan Ti e gëzon çdo musliman Që një vjetë madhin kaman
që ta din ty vlerën, për gjenetën ka qel derën, veprat mira kush sa të mund, shumë fill sotin atë pagun. Veprat mira kush sa të mund, shumë fill sotin ai pagun. Mirë se dhe Ramazan, ti e gëzon çdo musliman, që një vjetë madhin ka marrë, në akşam me baj iftar. Mirë se dhe Ramazan, ti e gëzon çdo musliman, që një vjetë madhin ka marrë, në akşam me baj iftar. Shkur, ta vezmi pak Muhamedit edhe për gjestin e pas kamaraka e kive. Gjeneta? Gjeneta jo gjesti, a tho marrë gjesti. Po, gjeneta e lu. A gjeneta e da gjestin a qysh? Gjeneta një gjeste. Po, e cëllën e kiti mamaraka, gjenetën a gjestin? Gjeneta. A gjenetën e pas ke mamaraka? Mo mërë se po din gjestin të në të ndëhët? Ja. Ti a tho marrë që gjestin e ki mamaraka? Po, gjestet, gjenetën. E cëllën gjenetën për dëshë ma shumë dhe më? A ki qef me po me takua? Po, re. Ani, këshire kamerën e thuj gjenet, thuj po du më taku kur po vjen banis? Bane një thuj? Banis nuk kam. E ku, në shpe? Pe. Ani thuj gjenet, thuj kur po vjen? Gjenet. Ku përta me ta kur s'pe. Po, gjenetën e Big Brother, apo? Po. Gjenetën si po me na thire me taku Muhamedit se pas ka fanë së pjak, apo shkurte? Mirë, shkon marrë me vizitu. Po, me që pëtej ka shumë, ky gjenetën tha ka du shumë, Gjestet. ju gjisti, ti e do. Po. Gjestet, gjeneta një do. Ja, gjestin ja gjenetën. Ani bëne janë një thire dhe gjestin, mas i del për Big Brother, thuj me orë më Ja, vizitu. gjestet ka shku Shqipni. Po mas i të për Shqipnis me orë më të vizitu. Ja. Qës pësëtaj gjestet. Po, ja po këthejet a, s'ta shko më këthy. Ja shkrer. Ke qa u Arena kërë. tja Shqipni. Në të rejë Shqipni, ha? Po, ma mirë. Ale. A vërdit apo në grënë të shka? Po, Pilirojmë ta që hangër më iftarë. Tirahisë nuk e komësh, nëse të në... Ani, na diçka tjetër, çka dush ti? Të ndërë, që dhe petam? Veç dashnijës këtë ka jo. Veç dashnijës, a bën dashnijës ajo? Ja, dashnijës, pasi që jemi në shetë Ramazanit, diçka patriotike. Janë nuk banë. A e di mora fjalë për shembull. Ja, veç në rast të vegut. Ndras të vegët kush po çon, ani dhe hajt çaton takna. Okej. Dras të vegu to kush po qane, qanë si se za o për jarane. Qanë si se za o për jarane, dush ke barone malë po i thane. Dush ke baro po i thane si vjetë, për që djallo që na ka vdeke. Për që djallo a djallë të rije, a e dinan dhe ku e kanë shtije. A e dinan dhe ku e kanë shtije, në vorë treja o nërë qatë blije. Në vorë treja o nërë qatë blije, am je pis oj na shkoj të rije. Am je pis oj na shkoj të rije, se ke paso shumë njaranije. Po shko në qika, po i vjenë për bije, po në gjano me jatë shamije.
qano me sytë sije, ma mbulono me atë shamije. Po ku je o more jarane, a e din besën që ma ke dhane. A e din besën që ma ke dhane, thoj që jam o more prema s'kane. Thoj që jam o more trema s'kane, nuk joj pushke so s'ko s'kam bane. Nuk joj pushke so s'ko s'kam bane, gjilje topis vune me maljane. Kur tani jo në zanin tane, deke me kam thoj që qonan kame. Hades. Shkurti, kisha po dëshirë me liru këta dhe bashkë me këty dhe në pjesën e fundit bashkë me ty dhe me linit e unë. Faleminderit shumë që ishi. Muhammed, faleminderit shumë. Që dora, faleminderit shumë gjithë juve. Faleminderit. Faleminderit Afërdit, faleminderit Orber. Faleminderit. Habibja, që dora, faleminderit shumë. Kthehemi bashkë me Shkurtën. Shkurtë jemi rikthy së bashku në emision. Faleminderit shumë që i ke sjellë sonte këta persona dhe na mësojmë me bashkë. Iftar me ta unë e shkruajta lasha edhe një foto në Facebook bashkë me ta, është iftari më i veçantë për mua këtë Ramazan. Faleminderit shumë edhe prej juve për ftesën, po ashtu edhe prej KFC-s për ushqimin, edhe Zoti ja ushtoi bereqetin, edhe jemi shumë mirënjohës për këtë gjest human. Faleminderit shumë. Ndërkohë po shohim që përparimi po folën. Përparimi është muslimani i devotshëm, i fal 5 kohë namaz, po ashtu është lobus aktiv. Do më thonë për persona me nevoja të veçanta, intenzive lobon për Fondacionin Heroina Mirësisë, na gjen tonë kohën donator, ka shumë energji pozitive, është shumë i udhëzuar, është djalë shumë modest, respektues, edhe jam shumë e fat që e kam mesin tonë një shok të vërtet, po na thonë edhe si vëllai që e kam edhe bashkëtar, është edhe prej fshatit Stalin. Edhe po shohim që po lutet. Domthonë gjatë kohës ky fal ka 5 vokë. 5 kohë namaz, edhe jo vetëm përparimi, po ka edhe shumë anëtar tjerë që i falin. Dhe shumë anëtar tjerë. Po edhe shumë anëtar tjerë që i falin 5 kohë namaz. Po që disa prej tyre edhe po agjereshin. Edhe shumica prej tyre agjerojnë. Shumica prej tyre. Po. Çka keni mesazh për fund, Shkurtë, se nuk shaloj më shumë se me që i ke qenë edhe agjerueshëm. Një mesazh për fund për gjithë ata që shohin këtë emision. Mesazhi jam është kisha pas shumë dëshirë gjithë qytetarët mi pa më aktiv në punë dhe vepra të mira. Edhe angazhimi i gjymtyrëve në punë dhe vepra të mira është vërtet një vepër që ka çmim të lartë te Zoti. E kështu që kisha dashur njerëz mi pa aktiv shumë a shumë në pjesën e humanizmit, mi vizitu personat me nevoja të veçanta, mi pranu shoqni, mos mi diskriminu në pjesën e punës, sepse unë kam edhe 2 antarë të cilit kam dëshirë me i punësu, dhe kisha dash kompanit, agjensit apo firmat më përkra për mi punësu dhe 2 persona tjerë me nevojat të veçanta. Ka një bëm apel gjithë atyre që e shohin këtë emision, këto momente, që me ndihmu Shkurta Haxhiut për me i punësu ata 2 që pëllat personat me aftësi të veçanta. Realisht edhe ligji çdo 5 siniti duhet jetë person me nevojat të veçanta. Shkurte, çka më shumë kishin pas dëshira ta me punu, apo kishin mujt me punu? Tash varet prej kategorisë. Me qenë për shembull i verbër, mund me punu në post, mund me punu në recepcion. Për shembull nëse ndodhet në karrocë, mund me punu me këto online që po janë, për shembull që reklamojnë produkte të ndryshme, sepse kjo kategori me të vërtet ka shumë energji pozitive edhe ka kohë të mjaftueshme, domethënë për me kthy përgjigje dhe më mirë me këtë pjesën online që kryen përmes përgjigjes rrjeteve sociale. E kështu që kisha pas dëshirë shumë më përkra që sa ma shumë i largu prej shtëpisë, mja thy atë monotonin e përditshme që qëndrojnë shumë në shtëpi, edhe familjarëve mja gëzu zemrën. Unë falenderoj shumë që ke gjetë kohën edhe mundin edhe ke orë dhe pse ja agjerueshëm, falenderoj shumë. Edhe për fundja shalom me mbyll Liridun. Falenderoj shumë Shkurtën. Falenderoj shumë Sadri. Falenderoj shumë. Me dardhëkitje për Shkurtën se na ka kënaqur sonte. Falenderoj shumë. Falenderoj Liridunit edhe Metit edhe për fundja këshmilon me mbyll me një ilahi të bukur Liridunit. Skena për Liridun. Moram fjale, moram
ti këndojmë, ti këndoj Adem Jasharit, ti këndoj. Talë sa vjen se shebre gazin dhe rënqakun, talë sa vjen se shedrenicën, talë sa vjen dhe Mitrovicën, talë sa vjen. Qo pëllthojnë sa shte malit dhe bylbylat, qo adem, po thojnë lullet randam filat, qo adem, po thojnë kongëton dhe të rimat, qo adem. Qo unë shpejt mos rrinë të gëvani, thot në lokja, qo se mja, ta flan diti balin toka, qo se ty të kërkom dhe ta në Kosova, ty adem. Moram fjale, mora varkun, mora qarkun, me i thurka basht legendari, ti këndoj Adem Jasharit, ti këndoj. Enti them se gjankujti është vet liria që ka në Kosovë, në brigjeve ndririt, kjo liria